Ish deputeti demokrat Ervin Saliani e quan kreun e Partisë Demokratike Sali Berisha një pateric që mban kryeministrin Edi Rama në pushtet. Për këtë arsye, Saliani thotë se Berisha duhet t'i jap dorëheqjen që t'i hap rrugë rrëzimit të Ramës. Ai thekson se sot Berisha është pengesa për rrëzimin e Ramës dhe pikërisht kjo është arsyeja pse në protest drejtohen edhe thirrje kundër tij. Saliani e lexon protestën si një lëvizje që po ekspozon bashkëqeverisjen Rama-Berisha. Berisha e ka kthyer në një biznes partin për interes personal që ka bllokuar shpresën për ndryshim, dhe prandaj kjo protestë ka reagimin edhe ndaj PD-s. Berisha sot është pengesa për të rrëzuar Ramën. Edhe sot që kjo protestë është kaq masive dhe me energji, qytetarë që një pjesë s'kan qenë votues të PD-s janë frymëzuar edhe për të larguar Berishën si pengesë për të sjellë ndryshimin. Avantazhi i Ramës është Berisha. Berisha është më i vjetër se Rama, me më shumë probleme ndërkombëtare. Rama ka problematika me pushtetin të faktuar nga SPAK, por qytetarët shqiptarë nuk mund të pranojnë të imponohen mes dy të këqijave. Qytetarët po ekspozojnë bashkëqeverisjen Rama-Berisha dhe regjimin Rama-Berisha po e godasin në thelb, thot Saliani. Motej ish deputeti demokrat thekson se nëse Berisha i mbështet kërkesat e protestuesve, atëherë ai duhet t'jap dorëheqjen sepse edhe kjo është një prej kërkesave të qytetarëve. Po bie një mit që shqiptarët nuk ngrihen. U organizuan vetë dhe qytetarët po godasin një themel, një sistem biznesi me dy ortak. Njerëzit po ngrihen për problemet e tyre. Jo pse më goditi aty, pse mu dha leja pak më parë, secili del për problemin e tij, në thelb po çohen dhe po ngrihen për të drejtat dhe liritë themelore. Me këto politikisht Rama rrëzohet ose Berisha ikën. Në teori, por edhe me ato që ka treguar historia, qeveritë rrëzohen me protesta masive paqësore. Në autokraci e mban secili me forcë, kape pas karrigës këta dhe nuk lëvizin. Prandaj duhet të jetë aq pjesëmarrje që të largohen. Ky paraditë shan protestues, pas dite thotë jam me kërkesat e tyre, jep dorëheqjen nëse je me ata. Kur autokrati nuk të riqet, duhet t'jap shembull drejtuesi i opozitës. Tha bashkohem me kërkesat e protestuesve, kërkesat janë tik Rama dhe Berisha, thot Saliani. Edhe pjesëmarrjen e deputetëve demokrat në protestë Saliani e sheh si një mënyrë të tyre për t'i kërkuar Berishës dorëheqjen dhe hapjen e garës për një drejtues të ri në krye të Partisë Demokratike.